Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. الحمد لله الذي لم يتخذ في تدبير ملكه مدبرا ولا وزيرا ولا في تقدير حكمه معينا ولا مشيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. الحمد لله الذي نور العالم بقدرته تنويرا وفجر الأنهار بحكمته تفجيرا فسبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ووعد للمتقين جنة الخلد كانت لهم جزاء ومصيرا فسبحان من لم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Të nderuar vëllezër besimtar, muaji i bekuar i Ramazanit kaloi. Sot po e festojmë Fitër Bajramit, këtë ditë gëzimi, mëshire, respekti, ku festojnë banuesit e tokës dhe qiellit, fest dashurie dhe solidariteti. Si kur dje që respektuam urdhrin e Allahut për ibadet, sot do t'jemi të gatshëm duke përqafuar dhe uruar njëri tjetrin. Ta shtojmë edhe me gëzim edhe harejnë brenda familjeve tona. Nga se përmes agjerimit të këtij muaji të bekuar, besimtarët manifestuan ndjenjën e respektit dhe Allahut fuqiflor. Sot në këtë ditë feste, ditë madhrimi, nderimi, mbi 1 miliard musliman në 4 anët e botës ngrenë zërin e tyre larg duke thënë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tekbireve të tyre u bashkohen edhe engjëjt, edhe të gjithësia. Ata dhe me këtë rast konfirmojnë se krijuesi i tyre është një dhe se të gjithë besimtarët janë vëllezër, në mes cilëve duhet të dominojë uniteti, urësia dhe vendosmëria. Allahu në Kur'an në mëson dhe kapuni, lidhuni që të gjithë për litarin në fene Allahu, e mos u përqani. Besimtarët si asnjëherë më parë janë të gëzuar nga se Allahu i mbajti në jetë që ata të kryen edhe këtë obligim.
Jemi të gëzuar nga se ja dolën që me një bindje të madhe dhe përkushtim të madh, të kryem me sukses edhe këtë obligim. E kemi agjeruar këtë muaj me bindje se Zoti është një i pafillim dhe i pambarim, krijuesi i kësaj gjësie, krijuesi i çdo gjëje, krijues edhe vetë njeriut, cili takoi përgjegjësia dhe këmbësia mbi sipërfaqen e tokës. Allahu xhaleshanu thotë: Zoti juaj që meriton adhurimin është një, Allahu, nuk ka Zot pas tij, që është mëshirëplot dhe gjithë një mëshiron. Vëllezër nderuar, ne edhe pse po ndahemi sot nga muaji i mëshirës dhe ibadetit, nga muaji i Ramazanit të bekuar, kjo nuk do të thotë se po lirohemi edhe nga detyrimet e fesë. Në ditët që vinë as sesi nuk guxojmë të lëmë pas dore namazin dhe ibadetet tjera, veç se praktikën që kemi realizuar gjatë Ramazanit, duhet të vazhdojmë gjatë tërë vitit. Nuk bën të lëmë adhurime dhe sevapet e fituara dhe të kthehemi mëkateve e gjërave të ndaluara. Agjeroj shtoj në të madhe solidaritetin dhe ndjenjën për t'i dalë në ndihmë atij që ka nevojë, nga se agjerimi motivoi besimtarin, i cili e zbuti zemrën e tij, e bëri që të mendojë edhe më shumë për skamdorët dhe njerëzit në nevojë. Ndaj edhe sot, në këtë ditë Bajramit, ju ftoj të gjithëve që të shtroni dorën e ndihmës të njerëzit në nevojë, të mos mungojë ndihma mes nesh, të dalin në ndihmë skamdorit, jetimit, nga se sipas Islamit i varfri ka hisën pasurinë e pasurit. Të gëzojnë familjet me sadaka në ndihmë, për qoftë edhe me një buzëqeshje. Në këto momente të gëzimit, harojnë zënkat, falem njëri tjetrin, se Zoti i don ata që falin. Në fund dhe nderuar, më lejoni që t'u haroj juve, familjet juaja, festën e Fitr Bajramit dhe gjithë besimtarëve, brenda trojve tona etnike dhe gjithë atyre që gjenden edhe në diasporë, duke lutur Allahun e Madhreshëm për mirësi dhe shëndet.